Ju përshëndes nga lajmet e orës 15 në Top Channel. Autoritetet kanë nxjerrë urdhër urgjent të evakuimit të banorëve të zonave të Novoselës në Vlorë, njësisë Ferras në Fier, si dhe Sukthit dhe Katundit të ri në Durrës. Arsyeja është vjosa që po përmbyt zonat e banuara dhe erzeni që ka qarë argjinaturën. Qindra banor janë evakuar në zonat që po përmbyten në Durrës, ndërkohë që sot u gjend edhe trupi i një personi punonjës i bashkisë së Durrësit, i cili dyshohet se është rrëmbyer nga ujrat. Zonat e Sukthit dhe Katundit të ri janë në gjendje alarmante. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku lajmëroi se kryeministri Edi Rama dhe ministri i Financave po përgatisin paketën e dëmshpërblimeve për dëmet e përmbytjeve të shkaktuara në banesa dhe në bujqësi. Partia Demokratike kërkon shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme për 7 qarqa. Ndalimi më gjërësisht me zhvillimet e ditës. Lajme as pak të mira vijnë nga zonat në përmbytje, në Vlorë, në Fier, në Durrës dhe në Kurbin. Autoritetet e emergjencave në bashkitë Vlorë, Fier dhe Durrës kanë dhënë urdhër urgjent të evakuimit të banorëve të zonës së Novoselës në Vlorë, të njësisë Ferras në Fier dhe Sukthit dhe Katundit të ri në Durrës. E shohim. Për shkak të situatës që porëndohet me daljen e lumenjve Vjoz dhe Erzen, janë shpallur urdhër evakuimi urgjent për të gjithë banorët e njësisë administrative Novosel në qarkun e Vlorës, për shkak se lumi Vjosa kaloi lartësinë e sigurisë dhe ujrat po përhapen në zonat e banuara. Emergjencat civile, forcat e ushtrisë dhe Bashkia e Vlorës nisën të largojnë të parët, gratë dhe fëmijët, si dhe banorët e zonave më të rrezikuara. Morën vesh për situatë dhe erdhëm direkte në Shqipëri. Jemi 3 fëmijë, 2 vllai ka ardhur në Bremës, erdhëm të 2. Nga Italia, vllai ka ikur në ujë. Të njëjtën urdhër lëshoi edhe Bashkia e Fierit për banorët e njësisë administrative Ferras, ku uji i Vjosës nisi të hyjë nëpër banesa që në mbrëmjen e djeshme. Sipas kryeplakut Zani Hyka, që në mëngjes 10 banesa u përmbytën dhe nisën evakuimet. Jemi në një gjendje të rënduar. Ndërkohë problemador mbetet kolektori i Martinës, pasi ka arritur në kuotat maksimale dhe nëse del nga shtrati rrezikohen 160 familje. Ka rrezik dhe kam lajmëruar po të thuash 70% të banorëve. Parashikohet përmbytje të rënda. Urdhër evakuimi lëshoi pas mesdite edhe Bashkia e Durrësit, për shkak se është qarë argjinatura e lumit Erzen në zonën e Katundit të ri. Përmbytjet po ndodhin në fshatrat Katundi i ri, Sukth dhe Flak, ndërsa në total janë përmbytur rreth 500 hektar tokë bujqësore. Vjesë Erzeni është ngushtu. Agjetura që o më në shtrat, nuk është bo sipër, dhe më në është zvoglu shtrati e Erzenit. O ngushtu, kështu që ajo, ku të qojë ujtin? Qka ku të qojë ujtin? Se që shqiptjeve ato janë 3 kanale për të pasruar në skenar, mi pasru ka shumë kohë që se kanë pasru. Deri në 2015 me fjalë që ka dalë ujë dikteta, se në pasru kanalet. Nuk funksionon kanalet, se po të funksionon kanalet nuk bëhet ky nom. Sipas urdhrave të evakuimit, largimi i banorëve po bëhet sipas një radhe, të parët fëmijët dhe të moshuarit, si dhe personat me aftësi të kufizuar dhe familjet në zona të izoluara. Evakuimin do të realizojnë mjetet e bashkive, zjarfiksit dhe forcat e armatosura, në bashkëpunim me policinë dhe banorët pritet të strehohen në ambiente të përkohshme. Ky njoftim ka karakter urgjent dhe hyn në fuqi menjëherë, ndërsa të gjithë banorët në zonat e prekura duhet të kontaktojnë numrin e emergjencave. Por çfarë po ndodh në Vlorë dhe në Fier, ne do të shkojmë në këto momente drejt për së drejti me zonën pranë lumit Vjosa, pikërisht aty ku mund të konsiderohet kufiri që ndan Fierin me Vlorën. Mikel Marsi është në teren në këto momente. Mikel, të përshëndes, çfarë ka ndryshuar me nivelin e ujrave dhe të përmbytjeve nga mesdita deri tani dhe çfarë ndodh me evakuimin e banorëve nga Novosela dhe nga Ferrasi? Pra janë larguar të gjithë? Këto janë pamjet që vinë drejt për së drejti, kemi pak vështirësi në lidhje me Mikel Marsin, që pa dyshim do ta kemi pas pak në lidhje të drejt për drejt, ndërkohë që duhet theksuar se lumi Vjosës po rrezikon të dalë mbi shtratin e rrugës Levan Tepelen dhe në rast se kjo ndodh, bllokohet kalimi mjeteve drejt Tepelenës, Gjirokastrës, me malje dhe gjithë pjesës tjetër të jugut. E ndjekim.
Ndërsa në Vlorë e Fier kanë nisur evakuimet e banorëve si pasojë e vërshimit të lumit Vjosa që në orët e mëngjesit rrezik të madh ka që ujërat e tij të bllokojnë edhe autostradën Levan-Tepelen. Kryeplaku i fshatit Selisht, Ferrik Myftaraj, thot se vërshimi i lumit mbi autostradë do të paralizonte lëvizjen e automjeteve. Lumi para ka qenë këtu afër, kalonte afër shtëpive dhe kjo ka deri në 2016 që nuk ka dalë. Ka ja 7 vjet. Atëherë doli 2 era dhe hipi dhe mbi autostradë. Tash do dhe 70 pont, diçka e tillë, hipën në rrugë, bllokon autostradën Levan-Tepelen, e sigurt. Si pasojë e daljes nga shtrati të lumit Vjosa, ka dëme të konsiderueshme edhe në njësinë administrative të Cakranit. Dëmet në të mbjella janë tepër të mëdha, ndërsa banorët janë kapur në befasi, pasi situatë të tillë nuk ishin parë prej 7 vitesh. Ka bërë dëmet të papara, janë në ujë, janë në 2 metra ujë të poshtë. Të mbjellat gjitha janë të shkatruara. Brenda argjenaturës. Po. Të gjitha të shkatruara. Gjitha impiantet e ullime, impiantet e pauloja, i ka marrë gjithaj. Dhe kam Mikel Marsin në këto momente pranë lumit Vjosa. Situata, Mikel, situata e përmbytjeve dhe njerëzve. Atëre Juli nisi me evakuimet, në fakt urdhi Bashkisë Vlorës para orësh ka qenë që të evakuohen urgjent banorët e 3 fshatrave të njësisë administrative Novosel, pikërisht fshati Novosel, Bishan, edhe Fitore, ndërkohë që ushtria ka ndërhyrë duke evakuuar 2 banorë të cilët ishin të përmbytur dhe pikërisht të komunitetit të Rom, ndërkohë që ka ndërhyrë edhe në pjesën e tokave ose të baktive të cilët mbajnë blektorët në zonën e fshatrave të Bishanit, ndërkohë që është kërkuar dhe ndihma e policisë pasi disa nga blektorët nuk kanë kërkuar të largohen për shkak nuk deshin të linin edhe ato baktit apo edhe gjën e gjallë që kishin në tokat e tyre, ndërkohë që edhe Bashkia e Fierit ka dhënë urdhër evakuimi, pra urgjent evakuohen pikërisht zonën e fshatit Fers, i cili ndodhet dhe pasme, pasi dhe atje është situata mjaft e rënduar për shkak të vërshimit të lumit Vjos. Siç duket pasme Juli ne raportuam pikërisht dijet e urra e mifolit ku ndodhet aktualisht, por ndërkohë siç duket nga pamjet që na ndihmon dhe kolegu Meritan Trifoni, situata është mjaft e rënduar ku lumi Vjos ka hipur pikërisht në urën e vjetër të mifolit dhe situata është mjaft e ndërlikuar, ndërkohë që siç duket dhe na krau i majt Juli për gjithë qytetarët, mbeturinat që vinë nga lumi kanë ngelur pikërisht këtu, ndërkohë që prurjet vijojnë të jenë shumë të mëdha dhe situata është mjaft vështirë, sidomos për banorët e këtyre fshatrave që thash prapë Novosela, Bishani dhe Fitore. Gjithsesi ne do mbetemi sërish në kontakt nëse do ketë situatë jo të mirë për banorët dhe për qytetarët e këtyre zonave. Mikel, të falenderoj, ishte Mikel Marsi nga lumi Vjosa pranë urës së Mifolit. Ne do të spostohemi drejt qarku të Beratit, aty ku lumi Osum është duke shkaktuar dëme për shkak se niveli ujrave është rritur ndjeshëm, duke përmbytur toka dhe banesa në Dimal dhe Kuçov. Rreshet e shumta të shiut që kanë përfshirë qarkun e Beratit sollën përmbytje dhe dëme të konsiderueshme në disa zona. Më të prekurat janë Dimali dhe Kuçova. Në lagjin Dafina dhe Guribardh në bashkinë Dimal janë përmbytur 15 banesa. Mësimi është ndërprerë ndërsa zona nuk ka as energji elektrike. Është e dyta herë, si vjet, po ka bërë vite për vite. Për çfarë? Për një telumi për ta ngritur. Nuk ka bërë vaki që braj një muaj gjysë është përmbytur 2 herë kjo zonë. Në fshatin Çiflik, ku janë përmbytur shumë toka bujqësore, në Nuj janë edhe shumë banesa, ndërsa janë evakuuar 6 familje. Në bashkinë Kuçov, lumi Osum ka dalë nga shtrati në fshatin Tapi, duke përmbytur sipërfaqe të mëdha me toka. E janë me qindra banorët e evakuar në zonat që përmbyten në Durrës. Sot është gjetur për fat të keq trupi pa jetë i një personi punonjësi Bashkisë së Durrësit që dyshohet se është rrëmbyer nga ujërat. Zona e Suktit dhe Katundit të Ri janë në gjendje alarmante. Për të parë zhvillimet në qarkun e Durrësit, nga afër ka qenë gazetarja jon Doriana Bezad. Situata e rënduar e përmbytjeve në qarkun e Durrësit dhe rreziku që i kanosej jetës dhe shëndetit të qytetarëve ka detyruar bashkinë të urdhërojë evakuim të menjëhershëm të banorëve të Bashkisë Durrës, Njësisë Administrative Sukt dhe Katundi i Ri.
Por pavarësisht këtij njoftimi urgjent, shumë qytetarë të Sukthit dhe Katundit të Ri, të pafuqishëm përballë pushtetit të ujit, që i kishte pushtuar banesat, qëndruan në oborret e shtëpive, në pritje të përmirësimit të situatës. Prej orës 6 të mëngjesit të kësaj të ente, 10 shtëpi në fshatin Erzen janë në pushtetin e ujit, pasi argjinatura e lumit që kalon shumë pranë tyre është qarë duke përkeqësuar situatën. Në segmente të tjera, për shkak të prurjeve të mëdha, lumi Erzen te i kaloi argjinaturën, duke përmbytur 10 shtëpi dhe qindra hektar tokë bujqësore. Kjo punë nuk ka ardhur nga shiu, nga Perëndia, po vetëm nga menaxhimi i keq. Çfarë do bëj sot skavatori? Kanalizimet janë bllokuar gjithë. Pia ime poshtë kati para 50 cm ren. Edhe këtu jashtë, pa llogarit pastaj ato pulet e gjëra kanë ngor gjithë. Nuk ka pasur asnjë ndërhyrje me larje kanalesh, Erzeni është nga 35 vjet tek ne, është mbush shumë dhe mbush strati. Nuk ka pas ndërhyrje. Tani që nuk hyni dot në banesën tuaj për shkak të pranisë së ujit, ku do të qëndroni? Çfarë do rrim si puna qenit për jashtë mujtit? Çfarë do bëjmë? Fodroma ka ardhur në orën 9 mëngjesit. Fodroma. Në orën 9 s'ke që të bështu. Qindra banor të kësaj zone u evakuan nga bashkia, ndërkohë që u ndërhy me ekskavator dhe mjete të rënda për forcimin e argjinaturës në të gjithë gjatësinë e lumit Erzen, që situata të mos përshkallëzohej. Të përmbytura ishin dhe 3 lagje të Sukthit, zona e Flakës, Hamallajt, Rushkullit, Perlatit dhe Kullës. Ndërkohë që në qytetin e Durrësit, prej 3 ditësh, zona e Bregdetit, Ishkëneta dhe Nishtulla vijojnë të jenë të përmbytura. Moti i keq dhe përmbytjet që pasuan sollën viktimën e parë në vend. Ai është një punonjësi komunale së Durrësit, i identifikuar si Astrit Hysenaj. Trupi i tij u gjet mëngjesin e sotëm në zonën e Plepave në Durrës. Top Channel mëson se 50 vjeçari ditën e martë e kishte lënë punën rreth orës 10 të paradites për shkak të motit të keq. Dyshohet se rrugës për në shtëpi ai ka rënë në kanal dhe ka humbur jetën. Familjarët pas ditën e së martës, pasi komunikuan me vendin e tij të punës, denoncuan zhdukje në polici. Ndërsa në qarkun e Lezhës situata më e vështirë mbetet në zonën e Kurbinit, pas fshatit Gjorm ditën e djeshme, edhe zona e quajtur Adriatik është përmbytur për shkak të çarjes së argjinaturës. Brigilda Deda, gazetarja jon, ka qenë sot me banorët e zonës që vijojnë të jetojnë mes ujit. Në kushte normale, kjo do t'ishte rruga që lidh fshatin Adriatik me qytetin e Mamurasit, por që prej 3 ditësh vijon të jetë nën pushtetin e ujit. Situata është përkeqësuar më tepër mëngjesin e sotëm, ku çarja e argjinaturës dhe dalja nga shtrati e lumit Droj ka rritur nivelin në këtë zonë, duke bërë që qindra familje tashmë prej 3 ditësh të jetojnë nën pushtetin e ujit, duke izoluar ata plotësisht. Situata ato dalë jashtë kontrollit, se këtu kanë hapë para 5 vjeç, sa vetëm që i kanë dalë hapet vetëm me urdhët ministrit. A ne ja bloku komplet s'ka kam shku, këtu i shëveqeni vetë. Imi bloku totalisht. Gjithë popullin të animojnë shtetin e mojë bashkia kryesore. Her raport që përmbytëm në këtë situatë, përpara kemi kanë përmbytur më pak, sepse këtu nuk funksionojnë asgjë. Është një katastrofë pa pamë. Jemi në një nga familjet në zonën e Adriatikut, është familja e zotit Pjetër Pjetri, që në fakt brenda banesës së tij është një i moshuar 80 vjeçar që tashmë prej 3 ditësh janë totalisht të izoluar. Si është situata? Situata si po sheh shumë bukur veti. Emergjenca civile këtu nuk ka atë zero. Baba im është e kam bash dje, e kam marrë në krah, e kam shku ke spitali me ilaçe, me gjana dhe kur vin momenti me zi kam prokë shtëpia. Na ka lodh shumë shiu, na ka lodh bora, na ka lodh koha keqe. Lop kanë shkuar për faqe zeze, ushqimje. Plaka na kam smur në spital në Itali. Se nuk keni ikë të shkolla? Po, ka qenë në shkolla me ujë. Nga shtëpia, keni ku me dal? Po pse? Jo. Po pse? Si jam është me ujë. Teksa rreshjet vijojnë të bien në fshatin Adriatik, niveli i ujit rritet minut pas minuti, fëmijë e të moshuar vijojnë ende të jenë të izoluar. Banorët e Adriatikut kanë vetëm një apel, masë konkrete për fshatin e tyre, që vijon të jetë nën pushtetin e ujit tashmë prej 3 ditësh.
edhe mes natën e sotme. Këta banor duhet ta kalojnë natën me frikën se ujë do të hyjë edhe brenda banesave të tyre. Për Top Channel, nga fshati Adriatik, Brigilda Deda. Situatë jo e mirë nga përmbytje dhe nga moti i keq është edhe në qarkun e Korçës. Rreshjet e shiut dhe të borës gjatë natës dhe orëve të para të mëngjesit kanë përfshirë qarkun e Korçës duke krijuar problematika të ndryshme në akse nacionale dhe në disa prej bashkive. Situata më problematike paraqitet në bashkinë Maliq, ku lumi Devol ka dalë nga shtrati në Sheqeras, duke përmbytur tokat bujqësore, ndërsa në Dunavec, niveli ujit ka arritur maksimumin. Janë evidentuar rrëshqitje dherash, rënje gurësh dhe bllokime rrugësh në disa zona, si Mesmal, Lozhan dhe Kakaç, si dhe rrezik për trupin e rrugës në aksin Maliq-Lozhan. Po ashtu, në fshatin Leminot, është hapur lëshuesi katastrofik i rezervuarit. Në bashkim Pogradec, problematikat lidhen me bllokimin e rrugëve dhe mungesën e energjisë elektrike. Rruga për në Dardas është e pakalueshme dhe ka ndërprerje totale të energjisë në fshatrat e njësisë. Probleme janë shënuar edhe në lumenjtë të Rëmenj dhe Vërdov, ku qarkullimi në unazën e qytetit është kufizuar, si dhe rrëshqitje dhe bllokime në aksin Qukës-Qafploç dhe në disa fshatra të njësisë proptisht. Pavarësisht rreshjeve të dendura të borës, përveç Pogradecit, në akset e tjera nacionale nuk raportohen problematika për qarkullimin e automjeteve. E ulja e temperaturave ka sjellë rreshje dëbore në zona të ndryshme të vendit. Prej mëngjesit të sotëm kanë nisur rreshjet e borës në zonat malore në Kukës, Dibër dhe Bulqiz, por edhe në Korçë, Pogradec, Elbasan, Librazh dhe Gramsh. Prej borës ka pasur probleme në Kukës në fshatrat e thella si në Topojan, Shishtavec dhe Orgjosh, ku termometri shënon -6°C. Bora ka bllokuar rrugët lidhëse të fshatrave. Në disa zona mungon energjia elektrike dhe është ndërprer procesi mësimor në shkolla. Trashësia e borës arrin deri në 10 cm nëpër rrugët e fshatrave, ndërsa në akset nacionale nuk paraqiten probleme, pasi janë pastruar dhe hedhur krip. Si pasojë e rreshjeve në Bulqiz është shkaktuar edhe një aksident, ku një automjet u përplas me një borë pastruese. Rreshjet e borës që përfshin qarkun e Korçës kanë shkaktuar vështirësi në qarkullimin e mjeteve, kryesisht në zonat e thella malore, ku trashësia e saj i ka kaluar 15 cm. Akset nacionale janë të kalueshme, ndërsa në rrugët drejt zonave të thella malore këshillohet përdorimi i gomave dimrore dhe zinxhirëve. Pa energji elektrike janë të gjitha fshatrat e njësisë administrative Dardas në bashkim Pogradec, ndërkohë që me probleme janë edhe fshatrat në njësinë administrative Leka se Moglic. Rreshje të dëndura bore ka pasur edhe në qarkun e Elbasanit. Në disa zona trashësia e saj arrin në 30 cm, ndërsa temperaturat janë në -7 gradë. Disa mjete u bllokuar në rrugën Librazh-Peshkopi, në vendin e quajtur Kthesa e Lunikut, pasi nuk u punua për hapjen e rrugës dhe kriposjen e saj. Ndërkohë, është punuar gjatë natës dhe kalohet pa probleme. Aksi nacional Prenjas-Qafthan, akset e tjera në këtë qark janë të kalueshme me zinxhir dhe goma dimrore. Në disa fshatra në bashkinë e Prenjasit dhe të Gramshit ka mungesë të energjisë elektrike. Orët e ardhshme sa kaq pritet ta përkeqësojnë situatën në Elbasan, pasi parashikohen rreshje intensive dhe temperatura deri në -13°C. Bora e parë për këtë vit ra edhe në zonën e Llogoras, por nuk raportohen probleme. Qetë e ditëve të fundit në Tiranë kanë mbushur plotësisht liçenin artificial, prej të cilit po bëhet shkarkim nga shkarkuesi automatik sepse niveli i ujit e ka tejkaluar atë. Rreshjet e shumta të shiut që kanë përfshirë të gjithë vendin, po japin efektet e tyre edhe në Tiranë, duke rritur nivelin e ujit në digën e liçenit artificial. Aktualisht, niveli i kuotave në liçenin artificial të Tiranës ka rritur në 117.60 metra, sipas matjeve fizike të kryera me latë metrike. Niveli maksimal është 118 metra. Siç shihet në pamje, në disa pjesë, uji është afruar pranë bizneseve përreth, por pa shkaktuar dëme. Burime zyrtare nga ndërmarrja ujësjellës kanalizime Tiranë pohuan për Top Channel se niveli ndodhet 30 cm mbi kuotën e shkarkuesit automatik të tepritës së ujit,
dhe se momentalisht është në funksion të plot sifoni i shkarkimit. Shkarkimet e ujit po kryhen në mënyrë të kontrolluar, ndaj dhe deri më tani nuk ka rrezik për përmbytje, por megjithatë, diga do të vijojë të monitorohet në mënyrë të vazhdueshme. Prokuroria e Durrësit ka nisur hetimet për situatën e përmbytjeve në qytetin bregdetar për akuzat e shpërdorimit të detyrës, shkatrimi i pronës nga përmbytjet, duke pretenduar se shkak për situatën e rëndë është hidrovori. Hetimi nis pas viktimës së parë të shënuar nga moti i keq në Durrës, ku humbi jetën një 54 vjeçar. Ndërkohë, ngareshjet intensive të ditëve të fundit në qytetin bregdetar janë evakuar me qindra familje, ndërsa mijëra hektar tokë vijojnë të jenë në pushtetin e ujrave. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku lajmëroi se kryeministri Edi Rama dhe ministri i Financave po përgatisin paketën e dëmshpërblimeve për dëmet që përmbytja po shkakton në banesa dhe në bujqësi. Shtabi i emergjencave civile është mbledhur me urgjencë në prefekturën e Fierit, në praninë e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Gjendja më alarmante paraqitet në zonën e lumit të Vjosës, ku qeveria ka zbritur në terren për të monitoruar përmbytjet. Duke garantuar angazhimin e të gjitha strukturave vendore në ndihmë të njësive të prekura, Balluku ju bëri thirrje banorëve të rrezikuar të bashkëpunojnë me autoritetet, teksa njoftoi se po përgatiten paketat e dëmshpërblimeve. Ne kemi parë këtë dhe gjatë periudhës tërmetit për të drejtën, që banorët zakonisht nuk duan të largohen nga pronat e tyre, por jeta është e rëndësishme në këto momente. Sigurisht ne kemi marrë masat kur dhe Ministri i Bujqësisë për sa i përket të gjithë angazhimit për mbrojtjen dhe shpëtimin edhe të gjës gjallë në këto momente. Duhet jeni në dieni që kryeministri është duke dizenjuar së bashku me Ministrinë e Financave në këto momente një paketë e cila do të garantojë dëmshpërblimin si për pjesën bujqësore ashtu edhe për banesat. Nga Novosela, Belinda Balluku deklaroi se mëngjesin e të premtes do të mblidhet Komiteti i Emergjencave Kombëtare, ku në vëmendje do të jetë plani i masave për përmbytje në vend. Në orën 8:30 të nesërme në kryeministri, në drejtimin e kreut të ekzekutivit Edi Rama, do të kryhet një analizë e situatës së krijuar nga rreshtet intensive të shiut. Pritet që gjatë mbledhjes të zbulohen edhe vlerat e kompensimit për banorët e dëmtuar, si dhe ndërhyrjet e tjera shtetërore të nevojshme për përballimin e situatës. E goditjen e motit e ka bërë pjesë të retorikës së saj edhe politika. Sali Berisha tha sot se kryeministri nuk po shpall emergjencën sepse nuk do që të jap dëmshpërblime. Partia Demokratike kërkon shpalljen e gjendjes së emergjencës në 7 qarqe të vendit. Narkoqeveria është në narkoz të plot, dënoj me forcën më të madhe këtë indiferencë çnjerëzore, mos shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, por kjo mos shpallje vjen për shkak se nuk duan t'i kompensojnë qytetarët për humbjet e tyre. Situatë dramatike, tepër kërcënuese është në zonën e Novosels, ndaj dhe Bashkia e Vlorës ka kërkuar evakuimin. Ju bëj thirrje banorëve të evakuohen sa më shpejt, sa më parë me të gjitha mundësitë e tyre, sepse lumi Vjosa është një lum me rrezikshmëri të pakrahasueshme me asnjë nga lumejt tjerë të vendit në befasinë e prurjeve të tij. Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi nuk pranon të mbledh këshillin e mandateve pa u shprehur fillimisht gjykata kushtetuese për çështjen Balluku, ndërkohë që demokratët kanë refuzuar kërkesën e Agron Sheait për publikimin e dosjes prej 16.000 faqesh për Ballukun. Mazhoranca socialiste dhe kreu i Kuvendit Niko Peleshi nuk ndryshojnë qëndrim për Belinda Ballukun. Dyert e këshillit të mandateve nuk do të hapen pa folur më parë kushtetuesja. Opozitarëve të cilët kanë në dorë USB-n me 16.000 provat e spakut u erdhi një sugjerim brenda radhëve. Agron Sheaj u bëri thirrje demokratëve të ndryshojnë strategji, të shkelin ligjin duke hapur letrat për Belinda Ballukun. Përgjigjja ishte negative. Nuk mund të pretendosh që je me drejtësinë ku kërkon të kryhet një veprim që e cënon drejtësinë. Kërkesa për të ruajtur sekretin hetimor është një kërkesë e prokurisë së posaçme.
Dhe kërkesa e prokurisë është që do duhet ruhet sekreti hetimor që të mos cënohen hetimet që vazhdojnë nga prokuria e posaçme. Do t'ishte në interesin e Edi Ramës që ne të cënonim sekretin hetimor, të prishnim hetimet e përpasoj të pengonim drejtësinë. Ultimatumi demokratëve për Niko Peleshin që të mbledh këshillin e mandateve skadoi. PD-ja do të trokas në një tjetër derë atë të Spakut për të kallëzuar kreun e kuvendit për shkelje detyre. Edhe në Kosovë ka një situatë shumë të vështirë me përmbytjet, e shohim. Kosova vazhdon të përballet me situatë të rëndë të shkaktuar nga vërshimet. Gjatë natës mes së mërkurës dhe të enjtës, lumen në pjesë të ndryshme të vendit dolën nga shtrati, duke shkaktuar përmbytje në Mitrovic, Vushtri e Prizren. Një pjesë e madhe e fshatit Preluzh është nën ujë pasi lumi Sitnica ka dalë nga shtrati. Për banorët situata është vështirësuar edhe për shkak të temperaturave të ulta që mbizotrojnë gjatë kësaj të enjte. Banorët thonë që situata u rëndua nga dita në ditë duke arritur kulmin gjatë natës. Tregojnë se edhe shtëpitë shumëta tashmë janë nën ujë. Na vone kena marrë do dru që të lakt janë, s'po dojnë mu dhez, edhe qishtu po munohëm, ka pak me rrim po nxehëm, ka pak me dru. Në 10 vena ishtë dojnë ujë knej. Dalja nga shtrati e lumit Sitnica ka shkaktuar përmbytje edhe në komunën e Mitrovicës. Sipas autoriteteve lokale janë evakuuar 15 familje që ishin të rrezikuara për shkak të vërshimeve. Të lagjën 2 korrek, që nga ora 2 mesnatës, deri me tani kemi evakuar gjithsej 15 familje. Agjencia për Menaxhimin Emergjent ka njoftuar se ka rënje të nivelit të lumenjve dhe situata po shkon drejt përmirësimit, por nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës thonë që lumenjt Drini i Bardh me rrjedhën e poshtme Sitnica, Morava e Binqës dhe Lepenci kanë ngritje të lehtë të nivelit. Rreshtit e Borës dhe rënja e temperaturave të enjtën kanë vështirësuar akoma më shumë situatën. Rrugët magjistrale që lidhin qytetet deri në mesditë ishin të papastruara duke shkaktuar edhe vështirësi në qarkullim. Për Top Channel, Leonita Bajrami, Vushtri. E ishe gjithçka për këtë edicion, faleminderit që na ndoshët, mirupafshim.